I bindur se më 11 maj, ndëshkimi popullor i Edi Ramës do të nisë nga Dibra, Sali Berisha nuk humbi rast të ironizoj fushatën e kryeministrit. Edi Rama e një Dibrën si Toni Gogu Hajdin Pashën. Vjen këtu një herë me ato terma banale, bajate, herën tjetër sjell Lamborghinin e Noizit. Ai nuk e din që burrat e shqyr Dibrës kanë pas atlar dhe kuaj që kushtonin sa një Lamborghini. Premtoi faljen e gjobave dhe uljen e taksave në ndërtim. Taksat për ndërtimin do ulen 10 herë. Nuk do ketë taks për çmimin e shitjes, por do jetë nga 10% e çmimit shitjes do zbres në 2% të preventivit. Taksa sociale do hiqet. Garantoj Dibranën dhe Dibrant se çdo gjob e vendosur nga keshi, çdo gjob e vendosur nga policia, çdo gjob e vendosur nga IKMT-ja, hidhet në kosht të plehrave, të gjitha falen. Më herët nga Burreli, u kërkoi qytetarëve vetëm 100 ditë për të realizuar të gjitha pikat e programit. Jam këtu tek ju sot, të kërkoj nga ju vetëm 100 ditë provë për të transformuar Shqipërinë. 100 ditë dhe një mision. Kryeministri Edi Rama dhe ministrat i akuzoi për korrupsion. Edi Rama ka saraje 2 herë më të gjata se sarajet e Enver Hoxhës. Lubi Ballukun, që lanë me nderën e makinë saj me 10.000 euro në muaj. Pati një paralajmërim për krye socialistin Rama. Edi Rama mandatin e don për të shtuar nga krimet e tij monstruoze që ka kryer ndaj shqiptarëve. Po u jam këtu. Unë jam Sali Berisha. Ai do përgjigjet 1.000 për ato që i ka bërë mati dhe Shqipërisë. Pas takimit në Burrel, Berisha u shfaq në Bulqiz me kask në kokë në një bashkëbisedim me minatorët, nga ku u zotua se në 100 ditë të para do të miratoj statusin e minatorit. Në 100 ditë të para do të firmoset statusi i minatorit dhe do të zbatohet statusi i minatorit. Kjo do të thotë që do parashikohet rrogë minimale 1 milion lek. Pensionet tuaja do të jenë më të lartat në Shqipëri. Si për marsit tuaj, ne do t'ja ulim taksat ati. Për minatorët, kryetari i Partisë Demokratike tha se një vëmendje të shtuar do të ketë dhe shëndeti i minatorit, duke theksuar se trajtimi i tyre shëndetësor do të bëhet në një mënyrë të veçantë.